Elhamdulillahi, thumma elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe i lutemi me na forcu në këtë fe të mallnueshme të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. E në këtë moment, në çdo frymë të jetës sonë, i dërgojmë salavatet dhe selamet mate për zemërta zotnisë së bijve të Ademit, Hazreti pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pastaj me varësinë Allahut azza wa jalla them: të dashur dhe të shtrejtë, motra dhe vëllezër besimtar, një ajet kuranor në surën e Hazreti Yunusit alayhi salam, një ajet i cili me 4 herë vëmendjen, edhe subhanallah e kam përsërit disa herë me veten time. Një tërheqje vëmendje madhështore, nëpërmjet të cilës Allahu azza wa jall don me forcu bindjen edhe besimin edhe lidhjen që duhet të ketë besimtari me Zotin e tij përballë fenomeneve dhe realiteteve me të cilat ai përballet në përditshmërinë e tij. Dhe shihni se çfarë mësimit i madh. Urdhon të thotë Allahu i madhëruar në ajetin 71 të kësaj sureje. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alayhim naba Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Allahu akbar. Allahu akbar, çfarë mesazhi madhështor që i shërben gjithë secilit prej nesh në përballjet që ka me fenomene dhe realitete të ndryshme, me të cilat nuk është razi dhe të cilat nuk do të dëshironte të përballej me to. Mirë po ja që përballet. Çfarë urdhon dhe thot në këtë ajet kuranor? Përmendju atyre dhe kujtoju Nuhun, lajmet e Nuhut alayhi salam, i cili ju drejtua popullit të tij duke thënë: o populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime në mesin tuaj dhe për kujtimi që unë ju bëj me argumentet e Allahut, ta dini se unë jam mbështetur Allahut. E nuk ju pëlqen që unë flas për Zotin tim, e nuk ju pëlqen se unë thras në Islam, e nuk ju pëlqen se unë thras drejt moralit, e nuk ju pëlqen se unë thras drejt lidhjes së familjes, e vlerave, e virtyteve, e bani që të doni. Unë jam mbështet Allahut, prandaj bëhuni të gjithë së bashku, ju edhe kret ata që adhuroni e kret aleancet tuaja, dhe vendosni se si do të veproni dhe mos e fshihni vendimarrjen tuaj. Mos e fshihni, thujeni haptas, pastaj zbatojeni kundër meje pa humbur kohë. Unë jam mbështet Allahut, unë i vetëm, përpara të gjithëve së bashku. Allahu ekber. Madhështore të dashurit e mi. Ky është ajeti i mekamit të lartë të besimtarit në mesin e njerëzve. Ky është ajeti i muslimanit i cili nuk kthehet përpara taborrave të shejtanit të mallkuar. E keni parasysh një pejgamber i cili ka jetuar 950 vite duke i thirrë njerëzit në Islam. Janë tallmete, e kanë fy, e kanë sha, i kaftu në të gjitha mënyrat e mundshme, e kanë refuzu, e kanë kundërshtu, derisa Allah subhanahu wa taala e urdhon për të ndërtuar një anije. Dhe ai ndërton anijen si më ndërtu dikush anije sot në këtë vend. Dhe ata kalonin dhe e shanin dhe qeshin dhe talleshin me të. Kur anije këtu, anijen mes Shkodrës, hajër inshallah. Absolutisht. Dhe paramendoni, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah subhanahu wa taala thotë si nuk i besuan vetë pak njerëz. Në atë anijen e tij pak ishin besimtar. Megjithatë, se mund të thush e ka thënë këtë, dhe ka pas një xhamat me mira besimtar. E po thoshe se un jam ky që jam edhe hajdeni përballë, do të kishin llogarit njerëzit që ka pas vete, ai nuk kishte njerëz pas vete. Ala Allahi tawakkalt. Allahut jam mbështet. A dim me thanë unë edhe ju në realitetet e sotme,
Ku përballemi me çfarë nuk përballemi. Prej antivlerave e islamofobisë, e nxitjes së urrëties, e përçarjes, e denigrimit, e varfënimit, e përhapjes së mjerimit, e poshtënimit që i bëhet këtij populli, a mundi me thanë ne Allahu të jemi mbështetë dhe hajdeni ju taborët e shejtanit. Sa të jeni, hajdeni. Të gjithë sa jeni, hajdeni. Sepse unë edhe ne jemi mbështetë Allahut. A mundi me thanë këtë? Kjo është sfidë. Është sfida e besimit për çdo gjë në jetë, të dashurit e mi. Ky nuk është ajeti i konfliktit. Kujdes, ky nuk është ajet i përplasjeve, por është ajet i dinjitetit me të cilin duhet mu prezantu besimtari edhe individi. Më thot mu dikush, unë shoqënia ime hoq, të gjithë pinë, unë nuk pi. E shumë mirë. Ata bajnë këtë dhe atë për ndalesave, unë nuk i baj, shumë mirë, i lumi ti. Mirë, po dikush thot, edhe më ka rastis ma shumë se një herë, me thanë, po u detyrova hoq, nuk kisha ka me shku edhe unë pa e bakte. Nuk kisha ka me shku pa e bakte, dhe me thanë, e ke deviju këtë thire të Allahut Azza wa Jall. Nuk e ke marrë këtë mësim të Hazreti Nuhut alayhi salam. Që do thotë, kretë bota me kenë kundër të jetë, ti je me Allahun, ti je triumfues. Kretë bota me uqu kundër të jetë, ti je ma inalti. Ti je besimtar, ti je njëri me virtyte, ti je njëri i ndershëm, ti je njëri i pastër, ti je i moralshëm, ti je i halalit. Kush dëmton ty? Nëse ti je me Allahun, kretë bota me uqu kundër të jetë. Asë edhe një fije floku, nuk munden me e prek. Nëse Allahu është me ty, kretë gjithësia me uqu, që munden me të ba? Se ne flasim dhe njojmë sot për besimin e. Pra po kjo besimi pra. A kemi këtë besim? A kemi këtë bindje? A kemi këtë bindje dhe besim që e kishte pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, të cilit, kujdes, ka kalu ma shumë se sa të gjithë pejgamberët e tjerë ma përpara ti. Para mendoni fjalabie ditën e Hendekut. Të gjithë partitë e idhujtarëve ishin bashkë. Mekkasit, idhujtarët e Mekës, jehudit e Medinës, hipokritët, të gjithë ishin bashku. Kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, quhet ndryshe betejë e partive, dita e Hendekut. E dini sa ishte ushtëria tyne? 10.000 vetë. 10.000 vetë. Sa ishin muslimanët? Allah, sa ishin. Një grusht njerëz. A u tërhoqën? Nuk u tërhoqën. A triumfuan? Triumfuan. Si triumfuan? Pa luft. Kur jema Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe 10.000 burra me dalë për para, i qënë Zoti erën edhe i trem me anë të erës, edhe i hup me anë të erës, si që bani me idhujtarët dhe aleancat e shejtanit, kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e Hendekut. A nuk është ky shembull? Në ditën e Uhudit, pejgamberit alayhi salatu wasalam i gjakosën në fytyrën e tij. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i thyn dhambët e tij. Atë ditë u tha me të madhe se e kanë vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kishte prej sahabeve që u dëshpëruan dhe hodhën armët në tokë, është vrarë pejgamberi. Doli njëri prej tyre dhe i tha, "Ore çfarë bani ju ti të ulun?" I thanë, "Kanë vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam." Tha, "Edhe doni me jetu? Çoni edhe shkoni mas pejgamberit në xhennet." Edhe u çu edhe në mesin e betejës ra shahid. Pejgamberi kishte shpëtuar. Megjithatë, thërriste me të madhe, "Ene nebiju la kadhib." Unë jam pejgamberi dhe kjo nuk është gënjeshtër. Or edhe në momente kur ty të kërcënohet jeta, e vendi i punës tu je interesi jot, ti duhesh me mbrojt interesin e besimit e të fesë, identitetit, e dinjitetit tanë. Kush jeti? Ti njëri i madh, ti nuk je do kushdo. Ti njëri me peshë. Edhe peshen e ke tek Zoti i gjithësisë. Nëse krejt bota nuk e njohin peshen tane, ty kjo nuk të vlen as edhe një zerre, edhe nuk të intereson fare. Sepse ky ajet, ndër të tjera, është edhe ajeti i shumëzimit të botës me zero. Ka vetëm një detaj që e lidh me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam edhe me
krejt perceptimin që duhet të ketë besimtari muslimani në raportet e tij të përditshme me jetën, me përplasjet, me sfidat, me intrigat, me batakun e përditshëm të kësaj e asaj, fukarallekut e punës, e sfidës, e familjes, e fëmijëve, e fol pafund. Cili është? Përfyturoni pejgamberin ton alayhi salatu wasallam në ditën e Taifit. 80 kilometra i ka banë kam alayhi salatu wasallam, me shku me i thirr, edhe me iftu. E shan, e poshtnun, e fyn, e gjujten me gur, e lëndun, e gjakosën, edhe askush nuk pranoi fjalën e tij, subhanallahu. As një person. Edhe ulet ty vetëm në një cep, në një lulisht aty, në një bahçe. Edhe ju lutë Allahu subhanahu wa taala me një lutje që duhet me e shkruar me shkronja të arta e me mësu të gjithë së bashku. Ndër të tjera, tha një fjalë që është edhe esenca e asaj lutje. I tha in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. E nëse e gjithë kjo nuk është shenjë zemrimit tanë ndaj meje, unë nuk pyes fare. E le të gjakose, me të vritë, me a humbja fitoj. Me njëherë i dërgoi Allahu subhanahu wa taala një djalë të krishterë që u bë musliman. Pas atij udhëtimi duke u kthyer për në Mekë, i dërgoi Allahu azza wa jall një grumull të madh prej gjindëve të cilët u bën musliman. E pas atij momenti Allahu subhanahu wa taala i shtroi tapetin e nderimit dhe respektimit dhe vlerësimit për racën njerëzore dhe për banorët e qiellit, e pritën në Bejt Maqdis krejt pejgamberët e historisë së njerëzimit, të gjithë në rresht për zotnin tonë. U rreshtuan melekët, u zbukuru qielli dhe toka, u hapen dyert e xheneteve për t'i thënë Allahu subhanahu wa taala që Zoti nuk të kalon mazdoret. Kur je me Allahun të hapen dyert e marrësisë. Kur je me Allahun dhe e ruan dinjitetin e besimit dhe fesë tande, edhe ruan karakterin tënd dhe dinjitetin tënd, nuk ka forcë të errët në botë që të del përpara. Prandaj të dashur të shtrenjt, ky ajet, të cilin pata dëshirë me e vendos sot përpara durve tuaja, është një moment reflektimi. Për gjithë secilin prej nesh për me e pyet veten tonë. Nëse Hazreti Nuhu alayhi salam i përmend popullit të tij mëkamin e tij, nëse mëkami im e pozita ime ju trazon dhe ju shqetëson, hajdini bujrum, të gjithë sa jeni, por ta dini se unë jam mbështet Allahut. Dhe ndalu pak sa dhe mërfrym thellë dhe thuj, a kam unë mëkam? A keti mëkam? Cili është mëkami jot tek Zoti i gjithësisë? I urti i madh i shejkut të shkuar Ibn Ata'illah Sekenderi çfarë thot? Mëkami i jot është aty ku Zoti ka vendosur në jetë. Shive veten tënde ku të ka vendosur, me çfarë merresh? Me çfarë angazhohesh për të kuptuar se çfarë mëkami ke tek Zoti jot. Pyete veten tënde se si ndjehesh kur bën mirë. A ke dëshirë me ta njoft njerëzit, me ta ditë, me të falendëruar, apo e shijon mes teje dhe me Zotin tënd? Si ndihesh kur shohësh për me u fal, jo thjesht namazet ditore që kemi me njëri tjetrin në përxhami. Kur shohësh me u fal natën, kur të tjerët janë duke fjet. A të rënqethet trupi ndonjëherë kur lexon Kur'an? A të rënqethet trupi ndonjëherë dhe të dridhet zemra kur lexon një fjalë, një ngjarje nga jeta e pejgamberit tan alayhi salatu wasalam? A të shkojnë lot ndonjëherë kur jemi kryer në sejdë dhe i dorëzuam përpara durve të Allahut azza wa jall, kur ti e kupton shumë mirë se nuk je asgjë, por je në pozitën më të lartë sepse krijuesi i gjithësisë të ka dhënë leje me e vu krytin në sejdë para durve të tij dhe më thanë ja Allah. A të shkojnë lot dhe thu ja Rab, unë që nuk jam askushi, e madhnia e jote ka dhënë leje që unë me vu kryt në sejdë para madhnisë sane. Allahu Ekber. E më një vërket pasunit e botës që mleni me këtë moment. Prandaj thonin euliat e mëdhenj të historisë islamit, po ta dinin mbretërit kënaqësinë asaj që ne përjetojmë, do të na luftonin me shpata për të na e marrë. E po të ta bëjnë një gjatë të tillë, edhe po t'i mysin, nuk ja marrin dot atë shije. Nuk ja marrin dot atë ndjesi. Sa ajo është udhënti, e mirësie, bekim nga Zoti i gjithësisë, për atë që don. E Allahu na baf prej tyne. Allahu na udhëzoj drejt më të mirës dhe na baf prej atyre që jetojnë me faqe të bardhë, me dinjitet, edhe me kurrajo, për të jetuar dhe për shiju vlerat e besimit, të identitetit e dinjitetit të tyne,
e përthan në çdo moment, e përpara gjithkujt, e kushdo qoftë, e sa do qofshin, ata që janë lidh pas të zezës, e pas errësirave, ala Allahi tawakkaltu. Unë jam mbështetë Allahut, e i lumi ai që i mbështetet Allahut dhe e përjeton këtë mbështetje në Allahun Azza wa Jall, edhe jeton me këtë mbështetje në Allahun Azza wa Jall, është ma i madhi, ma i arrituni, ma i qeti, ma i lumtuni, ma i realizuar i njëri në faqet e dheut, e ma i lumtuni nesër në ditën e gjykimit. Allahumma na ban prej tyre, walhamdulillahi rabbil alamin.